Ç'let e nesërmja për ju? E nesërmja për mua... Cili është mesazhi që do duhet ta marrë trupi gjykus? Trupi gjykus... Jo që të ndikohet nga protesta, se motivi i protestës është drejtësi pa politikë. Trupi gjykus nuk ka nevojë më ndiku nga protesta. Fare. Dhe as prokurori dhe as gjykatësi. Ne do dalim nesër me protestu për të vetëm ngjo drejtësi pa politikë. Jepne vendimin pa politikë. Dhe jo drejtim vendim politik. Sepse në bazë të akuzave edhe një njerit pa shkollë me shku me marrë, me thonë hajde jepe që të vendim, edhe akuzohet që ta me 45 vjetë burg, ka me thonë më falë, për çka me akuzu. Dhe jo ata që janë, që kanë kry shkollë dhe gjithë shka, janë shkollum. Kështu që unë mendoj që është vetëm vendim politik, dhe ne kërkojmë që tjetë gjykimi pa politik, tjetë gjykimi pastër dhe i drejt, dhe për këta kërkojmë nesër me dalë me marshu i gjithë populli, dhe jo 200.000 vetë sa kanë thonë aty, po i du nga rreth i Flamurit deri te Gjergj Kastrioti që tjetë e gjithë rruga e bllokuar. Të ushtoj gjithë Kosova, gjithë Prishtina. Gjithë Prishtina. Ti jenë mbi 1 milion banor aty. Sepse është ai që nesër ne festojmë ditën e pavarësisë. Fal ti. Dhe fal ti ne e kemi për detyrë çdo njëri me dalë me protestu nesër aty. Dhe me kërku drejtësi pa politikë. Dhe t'jepet ne vendim i pastër pa politikë. Vendim i pastër dhe i paq pa asnjë njollë. Dhe pa asnjë, me thonë që jo vëlla pa ta presion. Jo, jepe i pastër vendimin.